Yes. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salam ala rasulillah Muhammedin wa ala alihi was sahbihi ajma'in. Falendrimet, madhrimet gjithmonë janë për Zotin xhaleshanahu. Atë e falenderojmë për tij ndihmë dhe falje kërkojmë. I lutemi Allahut që të na japë të mirët e kësaj bote edhe të botës tjetër. I lutemi Allahut që të na ruaj nga keqja e kësaj bote dhe e botës tjetër. Inshallah jemi mbledhur këtu bashk për ta përkujtuar njëri tjetrin me disa këshilla kuranore dhe profetike. Por inshallah do të fillojmë këtë takim me disa ajete kuranore, sepse nuk ka gjë më të mirë në çdo takim fillohet me fjalën e Zotit. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Falenderimet, madhrimet gjithmonë janë për Zotin xhaleshanehu. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë një hadith madhështor dhe me kuptim mjaft të bukur dhe gjithë përfshirës: dora e Allahut fuqiplot është me xhamatin. Pra e ka kuptimin që Allahu i madhruar i ndihmon dhe i mbron ato që janë të bashkuar në xhamat, ato që janë të bashkuar në një grup që rrinë bashk, ndërsa e lënë në mëshirën e tyre ato që janë të ndarë. Ta tregon për vlerën e madhe që ka xhamati, tregon për vlerën e madhe që ka grupi i besimtarëve, sidomos besimtarët e sinqertë që rrinë bashkë, e kujtojnë Allahun e madhruar dhe e këshillojnë njëri tjetrin për veprat e mira dhe e këshillojnë njëri tjetrin për të ndaluar nga e keqja. Imam Shafiu, Allahu mëshiroft, ka thënë në një thënie të tij të bukur:
Kush e don të mirën për veten e tij, atëherë le të qëndrojë me xhamatin, sepse ata janë të mbrojtur nga gabimet, sepse mirësia e vërtet për njeriu është të jetë me xhamatin. Mirësia, begatia e vërtet për njeriu është ai i cili qëndron me xhamatin, dhe jo të rri vetëm dhe të mendojë se është më i ditur apo më i mirë se të tjerët. Prandaj vlera, rëndësia e madhe që ka të rrish bashkë me besimtarët me xhamatin është e lavdruar dhe është e pëlqyer tek Zoti fuqiplot. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë përsëri, nëse në një vend mblidhen njerëzit duke e përmendur Allahun xhaleshanuhu, ata do t'i mbulojë mëshira e Allahut fuqiplot, do t'i rrethojë qetësia, do t'i mbulojë prehja dhe do t'i rrethojnë me lajket e Allahut fuqiplot, do t'i përmend Allahu ato në një vend apo me krijesat që janë pranë Zotit fuqiplot tek me lajket. Pra ky takim që sot ne bëjmë, shpresojmë dhe i lutemi Allahu që t'jemi nën mëshirën e Zotit, nën mirësinë dhe begatinë e Allahut fuqiplot. Pra qëllimi është që ne ta kujtojmë Zotin xhaleshanuhu, ta përmendim Allahun xhaleshanuhu dhe ta këshillojmë njëri tjetrin për mirë, për vepra të mira, dhe ta këshillojmë njëri tjetrin që të largohemi nga e keqja. Pse kemi zgjedhur pikërisht temën e familjes? Pra familja, rëndësia e familjes në fenë islame dhe sfidat bashkëkohore që na presin ne në ditët e sotme. Familja, vëllezër dhe motra, është baza e shoqërisë njerëzore. Familja është bërthama e shoqërisë njerëzore. Nëse kemi familje të mirë, të shëndosh, të edukuar, nëse kemi familje afër Zotit xhaleshanuhu, e gjithë shoqëria do të jetë e rregulluar, e gjithë shoqëria do të jetë e mirë dhe nuk do të ketë probleme të cilët ne sot në kohën moderne po i hasim. Pra familja e shëndosh, familja e rregullt, familja që është afër Zotit xhaleshanuhu, automatikisht sjell një shoqëri të mirë dhe një shoqëri të shëndosh. Allahu xhaleshanuhu thot në ajet Kurani: O ju njerëz, keni frikë Zotin fuqiplot, Zotin tuaj i cili ju krijoi nga një shpirt i vetëm dhe prej tij krijoi bashkëshortën e tij, e prej tyre ushtuan shumë burra dhe gra. Ky ajet kuranor madhështor na tregon se burri dhe gruaja janë themeli i parë i njerëzimit dhe nga këto të dy buron i gjithë njerëzimi. Pra familja është baza e jetës njerëzore në tokë. Pa familje nuk ka jetë njerëzore, nuk ka shoqëri. Profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë: më i miri prej jush është ai që është më i miri ndaj familjes së tij, dhe unë jam më i miri për familjen time. Profeti sallallahu alajhi wasallam e lidh mirësinë fetare me sjelljen e mirë ndaj familjes. Njeriu nuk duhet të jetë i mirë vetëm në xhami apo në shoqëri me shokët e tij, por si fillim besimtari i sinqert dhe i vërtet duhet të jetë i mirë në familjen e tij, sepse aty është baza kryesore për çdo njeri. Prandaj vëllezër të dashur, kemi zgjedhur këtë temë sepse ka një rëndësi të veçantë, ka një rëndësi të madhe për shoqërinë njerëzore, për shoqërinë islame. Për të folur për këtë temë kemi të ftuar imamët e nderuar Burhan Fili, Ditmar Faja dhe Vullnet Mehmeti. Unë jam imam i xhamisë, edhe do të prezantoj këtë program inshallah. Për ato që s'më njohin, jam Liman Lala pra, që vin nga Tirana. Kam kryer Institutin e Kuranit në Tiranë, më pas kam kryer Fakultetin e Drejtësisë në Tiranë. Pas Fakultetit të Drejtësisë kam vajtur në Egjipt për të studiuar disa kohë gjuhën arabe. Më pas kam kryer edhe Fakultetin e Studimeve Islame në Prishtinë. Kam shërbyer si imam në Shqipëri dhe tani ka një vit, alhamdulillah, që mundohem shërbejm në xhamin ku jemi këtu në Chicago. Kemi imamin nderuar Burhan Fili, i nderuar dhe respektuar, i cili vjen nga Kopliku i Shkodrës. Ka kryer Fakultetin e Ezherit në Egjipt. Ka kryer shumë punë dhe vazhdon të kryej shumë punë në fushën e thirrjes islame, me libra të ndryshëm që ka përkthyer, edhe me ligjërata dhe mësime të ndryshme që mban në Amerikë, edhe në Ballkan, edhe në vende të ndryshme.
Inshallah, imami nderuar Burhan Fili do të na flasi për vlerën e familjes në mënyrë të përgjithshme sipas Kuranit dhe Sunetit profetik. Pastaj kemi edhe imamin nderuar Ditmar Faja, i cili është imam në Arizona, ka kryer studimet e tij në Turqi dhe ka kryer studime edhe këtu në Amerikë në fushën e studimeve islame. Ka përkthyer dhe ka shkruar disa libra, po ashtu ligjeron në vende të ndryshme, edhe në xhamin ku është, në fushën e ftesës islame. Kemi edhe Vullnet Mehmetin, i cili është nga Kërçova, ka kryer edhe ky fakultetin e Ezherit për studime islame. Momentalisht është mësues në një shkollë fetare këtu në Amerikë. Pa humbur kohë, inshallah, do t'i japim fjalën të nderuarit Imam Burhan Fili që të na flasi për vlerën dhe rëndësinë e familjes sipas fesë islame, sipas shariatit, sipas Kuranit dhe Sunetit profetik. Urdhën e nderuar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi ajma'in. Të nderuar imam, të dashur vëllezër, nderuar motra, bija. Alhamdulillah që në Allah Zoti mundësi që të jemi bashkë sot tu, sonte, në xhamin tuaj, në qendrën tuaj. Shpreh mirënjohjen e secilit prej jush që keni marrë rrugën me kalu pak kohë këtu. Nuk është e çuditshme, nuk është surprizë, është detyrë e secilit prej nesh, siç tha dhe imamit, që të jemi bashkë në xhami, në vepra të mira e kudo, në lutje, në dua. Allahu Jelle Shanuhu thot: "Wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin." Është folje urnore. Allahu Jelle Shanuhu thot: "Kujtoje besimtarëve obligimet, detyrat që kanë, sa ato të i vlejnë atyre." Kjo që po bëjmë sonte ne është një kujtesë e përbashkët. S'kemi marrë këtu për shitmen, ose me thanë se kam marrë prej atje, po i jap sim ju. Por unë duhet të them edhe një gjë që me që jemi sonte këtu, ne duhet të kujtojmë edhe ato burra që kanë shërbyer qyr në zanafilën e parë të kësaj qendre që ka qenë një gjë e vogël. Ne duhet të kujtojmë edhe se pjesa e madhe e tyre kanë rruar jetë, kanë vdekur. Por ata punon, veprun dhe na lanë këtë xhami, këtë qendër amanet. Është amanet për secilin prej nesh që t'ja përcjellim brezave që të vinë. Pra shumë prej tyre kanë rruar jetë, ose janë larguar prej këtu, kanë shkuar diku tjetër. Por ato e lanë sadaka xharia, sadakatin e rrjedhshëm që është xhami ose veprat e mira. Allahu i shpërbleft ata. Amin. Nëse kanë rruar jetë me xhenet, ato që nëse janë gjallë, Zoti i ruajt ata dhe familjen e tyre kudo që janë. Flasësh për familjen, është një temë jashtëzakonisht delikate, e njëshme dhe e domosdoshme, vendimtare për secilin prej nesh. Ne gjithmonë i referohemi Kur'anit dhe hadithit sallallahu alaihi wasallam. Që përmendni edhe Hoxha Fenia disa hadithe të pejgamberit që thotë që më i miri për jush që është më i mirë për familjen e tij dhe unë jam më i mirë për jush për familjen time. Pra, pika kryesore ose qëllimi kryesor ose thelbi i çdo gjëje në jetë është mbrojtja e familjes. Nëse njeriu nuk mbron familjen, ai nuk mund të ketë asnjë gjë në jetë, pa lëmë në ahiret ose në botën e mëshuar. Unë kam marrë këtu, si shumë prej jush, në vitin 77 kam vinë në Amerikë. Dhe kam taku gjatë tyre viteve familje të ndryshme shqiptare, muslimane, qoftë në Michigan ku kam marrë në fillim, edhe këtu në Chicago, edhe në Kenosha, edhe në Waterbury, ku kanë shqiptarë të vjetër. Ato të cilët janë lidhë me xhamin, ato kanë shpëtuar edhe familjet e veta. Shqiptarë që kam taku unë në 77-ën, që ishin ende gjatë që në kohën e kur kanë ardhur ata në vitin 1920 që kanë ardhur, që kanë themeluar xhamin e parë shqiptare
Michigan, e ma vonë New York, e ma vonë këtu. Si i ma bjera me të pasë, shumë. Pra ato u mënu dhe bënë atë që të shfa. Pse? Po të hedhim një sy shkurtimisht, të bëjmë një vizit së bashkut në një shetije, në bukurit e Kur'anit, në mësimet e Kur'anit mallnushëm. Shohim se ka shemuj të ndryshëm që na vlejnë ne dhe njerëzit do binë mas nesh. Marrim shemuj Hazreti Nuhit alayhis salam. Hazreti Nuh alayhis salam thirrjen e Zotit pra tek besimin në Allah, gati 1000 vjet, 950. Dhe në fund nuk besuan vetëm një pakicë e vogël. A thua ti i shkoj muni bosh, i shkoj muni kot? Jo, po këto na thotë që ne nuk duhet të bëhemi pesimista. Nëse shohim se vallai ka një ngurrim në qasë të xhamis, këtu nuk është çudi e sot dhe me kanë jo 500 vet, po 1000 vet, mos e pas vend bile me zonë. Jo për ne, por për vetë detyrën që kemi në njëri tjetër. Se unë ka marrë sot të për Albuquerque, New Mexico, ma dash me mona 2 aeroplana, marrë me në emiru sonde. Pse? Një pjesë i kam taku për para, disa old timers, një pjesë i takova sonde. Po takova me këto ulemat e ri, kjo është një gërshetim i mrekullueshëm, se unë jam me mosh gjyshi i tyne po thurse. Kur kam shku në Shqipëri në 91-shin, imam ditë marrë ka kënë fëmi. Aty e kam pa dhe unë e maj mend dhe kemë marrë mend mu, në 91-shin. Pra, kemi arë për të ndonë diçka bashkë. Zbashkët ne. Kështu që Hazreti Nuh alayhis salam thiri familjen e vet, thiri besimtarët e asaj kohe rreth tij, dhe nuk i besuar vetëm një pakicë e vogël. Edhe djali i tij doli kundërshtar haptas. Prandaj nëse keni ndaj diçka të tillë në jetën tuaj familjare, mos humni besimin. Hazreti Nuh alayhis salam nuk e humbi besimin tek Allahu xhaleshanu, se mund të bëjë diçka. Dhe për këtë, në fund i lypi Allahut që ta shpëtonte pej tufanit djalin e tij. Allahu xhaleshanu e qortoi Hazreti Nuh alayhis salam. Duke i thënë, o Nuh, mos kërko atë që ti nuk e din. Se djali jot është punë jo e mirë. Është rezultat i veprës jo të mirë. Pse? Është një shembull që jepet. Ky s'do thotë se kemi fëmijë tonë si djali i Hazreti Nuhit. Po ne duhet bëjmë atë që mos të dorëzohena. Never give up, që thoni ju, never give in. Gjithmonë qëndro në llogar. Se ne jemi ushtarë të dinit islam. Qëndrojmë atë të mundona me fëmijët tonë, në di se shumë ka familje shqiptare në Amerikë, që i njoh nga afër nga larg që kanë pas probleme me fëmijët e tyre gjithë, por nuk duhet humbë, nuk them, vallai po e ndërqis fëmijën. Ose po e largoj se sa është Miami. Absolutisht. Ti mundoj me gjitha forcën. Pra kjo është një shembull. Vim të Hazreti Ibrahimi alayhis salam. Hazreti Ibrahimi alayhis salam duhet se ka ardhur diku nga Iraku. Banej ka shku ma vonë në Egjipt. Në atë kohë Iraku dhe Egjipti kanë qenë vende të civilizume, ku Firaun kishin ndërtuar gjëra të mrekullueshme. Pikpamje dynjajet, pikpamje kësaj bote. Që ne nga rena me ba gjënat mëdha këtë. Shumë mirë është të kesh shtëpi të mirë. Kesh shtëpi të mirë ta shijosh. Po mos bën më tepër se sa ti duhet. Dhe Hazreti Ibrahim alayhis salam prej atje urdhënu nga Allahu xhaleshanu që të merrte gruan e tij Haxherën me djalin e vogël Ismailin dhe t'i dërgonte atje ku sot ne gjim gjithë kush ka qenë haxh në Mekka, që në atë kohë që thot Kurani s'ka pas asnjë gjë të gjallë, as ujë s'ka pas. Haxherja, gruaja pesnike, gruaja burnesh, siç janë motrat tona, që kanë qenë nëna që ne kanë rrit ne, qofshin ata në anë të anë Somalit, në Krajën, Prespën, Strugën, qoftë në Kukshën, Lume, qoftë Shkodër, gjitha ne, kanë qenë burnesha, që ne kanë prunë dhe i deli këtu. Ta shajemi një zot me i qufë mi tonë edhe një hap maler. Dhe i mori i qoj atje. Nuk shkun piknik ata. Kur shkojnë piknik ne, e bëjmë
qartë që të kemi çdo gjë bëjmë listë, që do marrim me vete. Soft drinks and water and ice and këto gjëra që duhen. Sen vit çaj gjëra, sen se me kanë rregull. Bëmë me unë gjë, gazepi bëhet. Se ka më unë të një gjë. Se kanë harru këtë. Pra, shkuën në atë vend që quhet sot Mekke Qaba. Dhe nuk gjetën as ujë. Hazreti Ibrahim alayhis salam ne aty me këtë pak kohë. Ma ne më urdhë Allah Gjërëshanu ju thashë të largohem. Tash imagjino ti që me lanë gruan ti me fëmijën, një mosh krejt njom, ti me lanë dikun gruan me prit pak kohë, e gruaja ka me thinë telefonin ja 500 herë. Ka mu të rënu që të në Kosovë, ka mu të shmen. Rëzik që ka me të bërë në shpi, Allah o disa ka me të bërë në shpi. Atje të JC Penja, ku është tu të pritë, mesi që në këta, që ka kafe, ka me harë, ka me pi, ja, e ke vënu, thot, dhe këtë orë se edhe këtë orë. Nejnë atë vazhdimi. Iko zi Ibrahimi, por se mi këtha, është ta kë urdhën një Zotit, që po më ndenë një këtu, apo është prej kokës tane, prej menës tane, ka krisë ty edhe ajo mure vesh se ishte urdhën e Allah. Pra binja e plot që ne do të kemi tek Allahu Gjërëshanu. Jo musliman, part-time muslim. Kur tek e ty më shkën gjami, ke një problem ti, a një hajmali më shkru. Ose një asimi thuhës, je i zëtë dadar ma këna i asit, o ti zot një, o ti zoj, lëzoj e mërë vezdi arabisht, e ke në gjuhën shqipe, ke në anglisht, ke përkthimin, s'ke nevojti me shku atje. Farmacia jote, ti e farmaciste jetës tëne. Me përne nga e si kemi atë mangësin e njohjes së besimit të vërtet, ne bim preja atyne që në thonë, po të shkruj këtë edhe ke mu bëhë shumë ma mja. Thot një herë një bari për bjeshkëve për të sharit ose bjeshkë të rrugovës, i smuhet qeni, po qeni sharit ka pas shumë pesh. Dhe shkën të hoxha me i shkru. A i kishtë mori të zanë djath, pa zanë sharit, djath, mirë fërte. Edhe hoxha e nuhat. E i thotë, qa kemër zëtë një? Thotë qeni e thë smute, kom pa qef. E i shkru në shka dhe e mërë me vedja, i shkru në atë, po shkruj këtë fjallë për hatër djathit, qeni ndafti e baf mirë, mos i baf mirë, kur mos i baf mirë. Po hoxë i baf mirë djathit. Pra një do të me dalë për i kësaj, mu ba vetë në punëtorët e punës tonë. Jem me marë punëtorët ti me të ba punën tëne. Imamët kanë dëtyrë me në i thjesu punë, me në i letësu punë tona, me në i sqaru punë tona, ama punët dhe bëjmë vetëni, se s'murët ma ardhë imami me ty kutën në përjetë tëne. Pra zi Ibrahimi i la të haqeren, bashkotën dhe Ismailin a.s. Faui, aja nuk u dërzu, si i thunë një këtu, didn't give up, didn't give in. Nuk ra prej asaj që quhet pesimizm. Një pesimistik, i thunë një këtu. E përdojme në nënë shqepat fjallë. Më radhë me mu dërzu, për kundë dhe që vazhdoj dhe filloj të kërkojnë të prej, pra kush ka shku në haqë, besoj këni shku në haqë, dikush me jush, ashtë të dyve Safa dhe Marwa, që shkojnë 2 pika që shkojnë brapojnë aty në mes. Ajo ka bëha haqërja. Pse? Për kërku uj për djatin e vetë. Pra më shmu dërzu, për me kene edhe dekra me ardhë dekra në kam. Tu kërku në vërtetë që Allah nuk i len Allahu njërëzit ropë të vetu. Sprovohen, pra kjo sprovohen madhe. Edhe Hazreti Ibrahim doli zemzemi uj që dini gjithju, dhe edhe Hazreti Ibrahim avon, djali ishte rritë, dhe që dini tanë dhe shme ba, Allah e urdoj të banë të kurban. A ka gja ma madhe, ma të mrekullueshme, se njeriu mu ba gati me keni gatshë me ba, me fliju fëmin e vetë. Që fëmija jo të betu gërdhish dikun, nga zepin bëhe do të me qurë spital për me thinë urgjensën se maroj puna. Ose ba me një në gja vogël dikun e gja. Allah, haji në atë mosh njohëm se
rritet në shkollën islame, arrit në shkollën e besimit të vërtet, që i tha i biri, vazhdo tha bab të zbatuj unin e Allahut, do të më gjesh mu të dërushmeve, pej sabërlive, prej patient people. Ku e mori këtë gac, ku e mori këtë guxim? E mori tek familja të mësimet që Allah Gjereshanu i kështon Ibrahimit dhe Abrahimit a.s. kishtë mësu familjen e vetë. Do të afësojmë familjen tonë që t'jenë të dalin burra, dalin burnesha. Mos dalin thjesht customers of fast food and disco and things that we see and we know. Me dalin ata njëra, ata burra dhe ata gra që t'jenë shembull për tjerë. Urrit Hazreti Ismaili edhe kohë për të ndërtu Qabën bashkë. Ai vinte prej Egjiptit. Egjipti ishte në vendi lullëzum në atë kohë. Allahu nuk i tha me bëha në ndërtesë të madhe, si kanë bëha atje në Mekë, kullat e nalta. Por i tha i bërë një sanë të ndërton të Qabë. Qa Qabët? Keni kënë haqë ose e keni pa për televizion, është një formë kubit, këtë e vogël është. Edhe ajo është aq madhështore sa biliona njerëz kanë shkuar dhe do shkojnë vazhdimisht. Nuk shkojnë për atë binat vogël, për atë ndërtesë. Shkojnë për esencën dhe mirësinë që ka ai vend. Ai vend, ajo Qabe që shihni ju, men është bosh. Unë vitin 91 kam himen me një të Allahut, jo me një të mbretit të Saudisë. Unë kam himen aty, më kam men, jo fal men aty. Ajo bosh, s'ka kur gjë mendte. Por simboli i saj është i mrekullueshëm. Se kur falën në falën gjithë mundëm. Pra Ibrahimi e ka lidi familjen, e mësoi familjen, dhe nëse ti don të kesh imunitet, kur shkojmë te mjeku, na këshillojmë me marr vitamina. Vitamina 2, vitamina 12, whatever, B12, B16, B17, B19, whatever, all these things. Pse? Sa me forcu imunitetin. Po me forcu imunitetin e besimit tonë. Me sa e forcojmë na imunitetin tonë? Me qa, të hangër mishe pilafe, gjëmër të zot një mërzoj, formohet kur ti jesh besimtare vërtet, e lidhur me Allah Gjereshanu gjithmonë, jo vetëm kur ti teket, bajram, ose Ramazan, por ti jesh gjithmonë e tillë. Dhe ti mësosh edhe fëmijët tuaj, jam shumë i gëzuar, që shoh se me nënat janë disa fëmijë atje. Nërsa prej tyre janë të vegjël dhe nuk kuptojnë çfarë mirë. Por ajo është një që po i rrënjos atyre dashurinë ndaj xhamis, dashurinë ndaj mezhliseve, ndaj këtyre vendeve, dashurinë asaj që përqen bashkë. Hazreti Jakubi alayhis salam, me djalin e tij Hazreti Jusufi, djali vetëm. Mirë po vëllezërit e tij nga xhelozia do të muroj xhelozia. Mos i bëjnë dallim fëmijëve. Ajo Allah nuk e ka çortuar Hazreti Jakubin për se ka bërë dallim, por e ka më i vogël ka kënd, e ka më të afër. Dhe se i roj po e mësoj, e edukoj, se rrini gjithmonë me te, dhe u bazë Jusufi ai që ne e dim që shumë mirë në Kur'an. Ashtu bani Hazreti Isaja, jo me së ka qenë i martuar, por me shokët e vet. Me ato se si i edukoj. Vim të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se çdo gjasëm shumë se do të thoni ky hoxha flit ka shumë, s'po shoh akor. Para i sonë janë zotin se kur takona më. Jeni bujar ju, jeni Hazreti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, a e dim në jetën e tij na pak. Përveç ka fëmijët tonë të dinë me bëma kia dhe numrin e kpuzëve të Elvis Presley sa ka kanë. Ose të Madonna, se të asi. E të se çfarë stilit ka. Kur vjen puna të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, haber nuk ka. Allahu Gjereshanu e zgjodhi të jetë kunora e marë pejgamberve, e marë dërgume. Dhe kur e erdhi lajmi i parë, ajeti i parë që e gjeti të shpellat që në malë, u trondit shumë. E ku shkoi? Shkoi te gruaja e tij, bashkëshortja e tij, Hadixha. Pra Hadixha u bë shilltarja e tij. Hadixha u bë bashkëpunëtorja e tij. Gruaja. Çu do të jemi ne? Hadixha u bë ajo e cila u bë gati do të thënë psikologjike se u trondit aq shumë sa nuk e i diçka që i foli me leku i pruni ajetin e parë.
Imagjino ti këtë gjendje. Ai po hulumtonte në botën e tij, por pse i vinte një lajm kaq mallshtor, ai kurrë se priste. Dhe kush tjetër ju gjen pranë Ebu Bekr Siddiq, shoku i tij, më i afërt. Kush tjetër? Alija, djali i Arzazait që e rriti vetaj. Kur ishte Alija i kreti njom, i ri, i tha pejgamberit do me hinë islam. I tha, ai ke thonë babës, gjarës ti, dhe jo, shko thuj babës që unë do hinë islam. Unë isë me shku, u këthy. A shkova ta, jo, pse me shku ta me thonë në babësun, a hinë këtë fej, a hinë atë fej. Unë kam botën time, pra pambarësia që duhet të kenë fëmijët tonë. Në fëmijët tonë, që bajmë? Rinit tonë këtu në gjami me baki. Hama jashtë i ri hala, a gjami s'di në gjami. Ja më së mene. Mere makinën e vjetës se po bëndë për nesh dhe shka në aksident në gjo. Janë një shërin, po nuk, kërkun janë një shërin. Ja më së bëngte. O ja më rini hala nuk din, janë hala të ri, të s'kuptojnë gja. Rini janë ata që duhet, jo që kuptojnë, po kuptojnë fërt, e i di gjanë ma mirë se ne, se i shofin me syrin ti, me i syr tjetër, ne jemi mësu me pa me një pamit tjetër, kurse ata ka një ekran tjetër, kanë tjetër ekran që i shofin, po ne do t'i napim rast aty. Kështu që Alija u bë djali ose fëmia i parë që hyri në Islam. Ebu Bekr Siddiq, që e shoqënoi edhe kur shkoi në hijret, i tha një herë para se të zbritet me Kur'ani, i tha, ishin shok bashkë. I tha, ç'është arsyeja që ti je ndryshe prej nesh gjithë? Para se zbritet Kur'ani. Nëra tha si flet, nëra si rrin, nëra si punon, nëra si vepron, të gjitha i ke krejt dallume prej nesh, dhe si na kërkon me te. Tha, ka e ke marrë këtë nasihat, këtë mësim, këtë këshill, this advice? Where did you get it from? Ai ka kënë Mekës, ka ultu, ka ba tijaret, kuptohet me tijaretin e Hatijës për se të martohej me te, e ka shku deri në Sham, vizita, ziarete, ka shku mirë, po ka e morë i të këte, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha, edebni rabbi fe ahsanet edibi. Allahu me dukoj mu, Allahu më rriti mu, kuptimin e fjalës nga ana shpirtërore. Allahu më zhvilloi mu. Pra nuk tha që kam studiu në Universitetin e Chicagos, ose në Oxford, ose në Zerra, ajo shkolla famshme Islam në Kairo. Edebni rabbi. Qa bani fe ahsanet edibi, me edebin, me kulturën, me edukatën më të mirë. Pleqë tonë, babalarë tonë, u janë falë në për gjamia dikur, kurën në për hutbe, që kanë një gjuhë hutben, kurën e kurës nuk e pa një prej tyne që me shtëri kamen, për shumë, karshë, sot, djali 2 metra, hinë mu falë aty, tja këthen kamen të njone, për të dyja kamen për të ka mihrabi atje. Djalin bash të zamanit, bash shnetit, ose me lviz të shepare me ba. Pra edhe pejgamberi pra u caktu të ishte, ku nora marë pejgamberve dhe të edukon të sahabet. I edukoj sahabet dhe i ka edukoj sahabet atë breza që erdhen dhe ne jemi sot tu frut i punës pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra nëse ne jemi diçka sot musliman, ne jemi edhe duke sot, po pse me kanë arabat, që punë kanë nuk është feja islame, nuk është feja arabish. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është frut i quhet rabbani, tërbija rabbanie, tërbijet i hynor. Tërbijet hynor. Të gjithë pejgamberët kanë pas tërbijet hynor. Allah Gjereshanu i ka arrujt, Hazreti Musa alayhis salam ka pas disa gjëra para se të bëhej pejgamber, por Allah Gjereshanu e rujti dhe e bani ashtu që sot Kur'ani. Të gjithë pejgamberët kanë mbrojt dhe janë zhvillu, janë mësu e eduku nga kjo qasje që quhet qasje hynore, tërbije rabbanie, Kë mësoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Mësoi sahabët. Çfarë tërbijetin? Tërbijetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.
Të marë prej kuj, prej burimi që me tërbije robë. Pra ne këtu sot, që jemi sonde këtu, që jemi gjithë tjerë që s'kan ardhur, ne jetojmë në këtë vend që është shumë i mrekullueshëm. Nuk ka vend më të mirë në botë për davet thirrje islame se është Amerika. Harronje, në Arabi herë më as që vjen as një Afrikë kërë. Keni ba xhamin, e keni ba në mënyrë të mrekullueshme, manje, bani shërbim, ama mi gjitha edukoni fëmijët tuaj. Ky imami e Hoxha Fenia, ose imami tjerë pra ose gjithë, ta janë shërbimin tuaj. Allah Gjeleshanu këta i ka udhëzu që të studiojnë, që të mësojnë, që atë dije të ndajnë me ju. Mirë po dija, si çdo biznes, do në mështeri. Pra ky si imam do në mështerit e vetë. Po s'pat mështerit, nuk ka biznes. E ku janë mështerit? Ne jemi mështerit. Pse na duhet kja? Se ne duhet të formojmë atë që quhet besimin e vërtet. Në çdo ajet që lexojmë ne për shembull Kur'an, kur nuk shohim se thot Allah Gjeleshanu, ja ayyuhalladhina aslamu or alladhina aslamu. O ju që jeni ba musliman, o ju musliman. Se musliman është tamam shahadetin la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, edhe ju ba musliman. Ama Allah Gjeleshanu tonë që ne tjena mu'minin, shkallë, nivel, daraja, ma e nalë. Gjithmonë shohin ja ayyuhalladhina amanu wa innal ladhina amanu wa amilus salihat. Askun nuk rrin vetëm iman, por duhet imani me vepër i bashkëngjitur. Nuk mund me kanë vetëm me ke besim, thot dikush për shembull, me pyet dikën, ose muhabet me ra, thot nuk falem vallahi po zemrën e kam mirë. Thot unë ku i ke si baj? Rregull jam, mu fal, zotin fal. Në Ramazan me vavaki, vjen në xhumë helbete. Ama për ma tepër, pse, kam zemrën e mirë, unë si baj, ku i gjakuj. Pra ne do t'i edukojmë fëmijët, këto fëmijë janë amanet. Si që ishte Ismaili amanet i Hajerës, e rriti, e zhvilloj. Si që ishte amanet i Hazreti Ibrahim a.s. Si që ishin fëmijët e pejgamberit s.a.s. amanet i ti. Si që ishte vajzët e tia, Zejnebi, Kulthumi, Ruqia, o Fatima Zahra. Dhe nipat e ti Hasan dhe Husein. Pra mos me zgjatë ma tepër se dhe Hoxha po shikon sahatin, se më kujton ai George Bush kur doli ka vënë të shohë si kujtohet, e humbi pikë vetëm se shikoi sahatin. Shikoi sahatin dhe se shkoi vorta. E humbi. Iku sahatin. Tani ne nuk kena ardhur mi shit me ne mi u kujtu diçka që ne do të kujtojmë vetes tonë përpara. Pra ne Xhamia shërben ju. Xhamia nuk është thjesht një ndërtesë këtu, marrë me pi kafe, me muhabet. Xhamia është kuptohet me ne, me bisedu, por me pru fëmijët tuaj, shkolla, keni Sunday school? Sunday school me bë edhe, jo vetëm Sunday, por me bë edhe Saturday. Në ujtë me bë edhe, ju jeni aq xhamat i madh që vallahi na mundi me bë shkollë. Edhe është shumë se kuptoj këtë që ja mos marrin me bë tan. A disa xhamat ka Chicago e me. Nuk ka qytet në Illinois që unë shkoj në për xhamia që nuk ka shqiptarë që ope Kërçovet apo Kosovët apo që kanë restorante në për aty vende. Më Quad Cities, më Linë, Bettendorfen, Lincoln, whatever, you name it. Ku ka ai Reagan, që ka Dixon. Ku dush ka dush biri të gjë shqiptar aty. Pse mas biznesit, për shumë bukur jetesa. Po jetesa shpesdore ku është? Prandaj ju la amanet, si vëlla, si më vjetër, që fëmijët t'i runi, keni kujdes, dhe mos stoni kur se kemi ba mjaft. Ti mund ndërtosh për fëmijë në shtëpi, jo e për një shembull do më dhe kam pas një mik të vjetër që kishte ardhur para meje shumë, dhe kishte pa punë, s'keni shpuntar në jetër. Do thotë për kalamajt ishte nga jugu. Për kalamajt ta kam punuar. Ba një shtëpi, dy shtëpia, jo, po diun sa bën. Vdiq edhe shkoi te avokati, lawyer që është ai, e i prunin defteret, la ku janë 2 apartamente, 2 shtëpia, edhe i tha fëmijë vajte këtu këto lan. Si ora tha kaq ka lan tha ky në kanë në jetën kam punu për juve, kam bë për juve. Jo dërbar. Lani fëmijëve
imanin e vërtet në zemrën tyre. Lani fëmijë me amanetin e vërtet që është besimi në Zot. Tëna i bëjnë vetë ata manë. Ato e rregullojnë vetë, mos ja keni galin asaj. Allahu na bashkoftë në hajër. Allahu na ruajt ne dhe fëmijët tonë këtë që janë. Allah i baft hajrit ja Rabbil Alamin, i baft kënaqësia që veton në dunjë dhe në ahiret. Bashkoni bashkë, rrini bashkë, se bashkimi që shpërmen edhe Imam Efenia aty ka bereqetin e vet, ka mirësinë e vet. Jeni në xhami, mos jeni në xhami vetëm për një kafe, po jeni edhe më falë, jeni me ne bashkë. U bashkoshë mirë, mos na harroni lutjen dua. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Të sheshë joti. Falenderoj imamin nderuar për fjalë mjaft të çmuara, mjaft vlefshme. Edhe fjala e fundit që ishte e imamit, pasuria më e madhe që mund t'i lejmë fëmijëve është udhëzimi, orientimi, drita e besimit, o vëllezër. Pasuria e kësaj dynjaje do të mbarojë shumë shpejt. Nuk është Islami kundra pasurisë kësaj dynjaje. Bëj sa më shumë pasuri në mënyrë të lejuar halal. Por kur mos të harrojmë pasurinë shpirtërore, udhëzimin drejt Zotit. Një fëmijë i udhëzuar drejt Allahut xhaleshanuhu e ke edhe për këtë dunja, larg vigjozit, larg alkoolit, larg haramit, po e ke edhe për dunjan tjetër, ku ti të shkosh në dunjan tjetër, e paktave që do t'i lutet Allahut 5 herë në ditë, kur të fali namazin, kur thot Rabbana ighfirli wa li walidej, o Zot fal mua, fal babën dhe natën. Pra pasuria më e madhe për fëmijën është udhëzimi tek Zoti, ta njohë Allahun xhaleshanuhu, ta njohë fen Islamin, ta lexojë Kur'anin, ta falë namazin. Prandaj ju këshillojmë sa të mundemi të merremi me familjen, me fëmijët, i udhëzojmë fëmijët në rrugën e Zotit xhaleshanuhu. Ajo është pasuria më e madhe. Inshallah tani do japim fjalën edhe imamit të nderuar Ditmar Fajs, që ka nga Arizona. Do të na flasi për